Tani pres një dua trokitje shumë të madhe nga të gjithë ju për çdo këngë që kemi dëgjuar deri më tani. Dua që të falenderoj edhe një herë sponsorët tanë të cilët e bën të mundur këtë mbrëmje. E ata janë Ministria e Kulturës dhe Turizmit, Komuna e Fushë Kosovës, Sala e Dasmave Boeing, Hotelet Spa Bonita, Telkos, Restaurant Beska në Prizren, si dhe Onyx Spa në Pek. Dua trokitje ju lutem. Dhe ja, tani kemi arritur në mes të festivalit. 15 këngë do të jenë pas nesh, por i kemi edhe 12 këngë të tjera të cilat do t'i dëgjojmë. Është koha për 3 performancat e radhës. Kënga e radhës konkurruese vjen e kënduar nga Alia Berisha dhe mban titullin Super Jam. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i punuar nga Leotrim Berisha. Kënga e radhës pas vjen e kënduar nga Nina Dabinovci, mban titullin Fëmijët e braktisur. Teksti është i shkruar nga Mrike Krasniqi, kurse muzika dhe orkestrimi vjen i punuar nga Burim Krasniqi. Dhe më pas vjen Esma Aliu me këngën Bota Jonë. Teksti është i shkruar nga Aurora Balaj, kurse muzika dhe orkestrimi vjen i punuar nga Nazmi Aliu. Suksese dhe shumë dua trokitje për të 3 këngëtarët e radhës. Esa nanga s'mojnë e nuk i shiko
Gjysma e festivalit vetë se kaloi dhe talentët tanë vazhdojnë të na surprizojnë. Tani dua të ftoj 3 këngët e radhës konkurruese, ku kënga e parë vjen e kënduar nga Armira Bullatovci dhe mban titullin Në Aventur, muzika, teksti dhe orkestrimi e Dona Ramabaja. Kënga pas kësaj vjen e kënduar nga Leona Sadiko dhe mban titullin Ditëlindja. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i punuar nga Xhavit Abiti. Dhe më pas vjen Leila Rexhepi me këngën Babi im. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i punuar nga Driton Haliti. Le të mirëpresim me dua trokitje shumë të mëdha.
kemi as pak frik. Në Paris dhe në Gjermani, edhe në Skandinavi. Për fëmit mos ket kufi, kufi. E jani në aventur, ku fëmijën ndërtojnë nur. E jani në aventur, ku fëmijën ndërtojnë nur. Kosova në Amerikë, që mos kemi as pak frik. Në Paris dhe në Gjermani, edhe në Skandinavi. Për fëmit mos ket kufi, kufi. E jani në aventur, ku fëmijën ndërtojnë nur. E jani në aventur, ku fëmijën ndërtojnë nur.
shpejt po kalon kjo mbrëmje. Tashmë kemi dëgjuar 18 këngë konkurruese dhe po ja afrohemi fundit të garës. Kënga e radhës vjen e kënduar nga Rejana Gara dhe mban titullin Fëmijët janë engjëj. Muzika dhe teksti vjen i punuar nga Reza Gara, kurse orkestrimi drejton Haliti. Vazhdojmë pas me Jara Gashin me këngën Shoqja Ekstravagante. Muzika dhe orkestrimi vjen i punuar nga Përparim Aruqi. Dhe këtë dalje e përmbyllim me Ujana Qetën me këngën Jemi dy motra. Muzika dhe orkestrimi si dhe teksti Fatos Qeta. I ftojmë në skenë.
shoqër shumë pedante, është nga pak ekstravagante. Stili shumë e ka ngritur, ajo sillet si e rritur. Stili shumë e ka ngritur, ajo sillet si e rritur. Shoqja ime fantazon, në mendimeve çudon. Her këndon, her kërcen, gjitha mua mi rrëfen. Shoqja ime fantazon, në mendimeve çudon. Her këndon, her kërcen, gjitha mua mi rrëfen. Shoqja ime bukuri, ka frizurën për çudi. Ajo askën se dëgjon, rrethi fare se kupton. Shoqja ime e shokante, nga pak ekstravagante. Kur nga zemra nuk e ndaj, ajo ka botën e saj. Shoqja ime e shokante, nga pak ekstravagante. Kur nga zemra nuk e ndaj, ajo ka botën e saj. E kam shoqër shumë pedante, është nga pak ekstravagante. E kam shoqër shumë pedante, është nga pak ekstravagante. Stili shumë e ka ngritur, ajo sillet si e rritur. Stili shumë e ka ngritur, ajo sillet si e rritur. Shoqja ime fantazon, në mendimeve çudon. Her këndon, her kërcen, gjitha mua mi rrëfen. Shoqja ime fantazon, në mendimeve çudon. Her këndon, her kërcen, gjitha mua mi rrëfen. Shoqja ime bukuri, ka frizurën për çudi. Ajo askën se dëgjon, rrethi fare se kupton. Shoqja ime e shokante, nga pak ekstravagante. Kur nga zemra nuk e ndaj, ajo ka botën e saj. Shoqja ime e shokante, nga pak ekstravagante. Kur nga zemra nuk e ndaj, ajo ka botën e saj.
Të dashur miq, kemi hyrë në pjesën e fundit të kësaj mbrëmje. Tani më kemi edhe 6 këngë të mbetura konkurruese, por përpara 3 këngëve të fundit, për sot kemi 3 këngë të mrekullueshme që do vijnë para. Në skenë duhet të ftoj Andra dhe Lea Makolli me këngën Pranvera. Muzika, teksti dhe orkestrimi i kësaj këngë është i punuar nga Rinor Gashi. Më pas, vjen në skenë Martin Haziraj me këngën Magjistari. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i punuar nga Burim Krasniqi. Si dhe më pas, për të mbyllur këtë dalje, vjen Noa Berisha me këngën E dua jetën. Teksti vjen i shkruar nga vetë Noa, kurse muzika dhe orkestrimi për Pare Maruqi. I ftojmë në skenë me shumë dohet trokitje.
arritëm në 3 performanca që do ta përmbyllin edicionin e këtij festivali. Në skenë do të kemi Tuana Elshanin me këngën Babi ti mushtar. Teksti është i shkruar nga vetë Tuana Elshani, kurse muzika dhe orkestrimi Xhavet Abiti. Më pas vjen Lirika Qeta me këngën Një Qeshori. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i shkruar nga Fatos Qeta. Dhe për ta përmbyllur këtë edicion të jashtëzakonshëm të garës, kemi Ela Shalën me këngën Letra. Muzika, teksti dhe orkestrimi vjen i punuar nga Burim Krasniqi. Le t'i presim me dua trokitje të mëdha.
Dhe kështu po I vjen fundi kësaj mbrëmje. Dua edhe një herë që të jap një falënderim shumë të veçantë për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, për Komunën e Fushë-Kosovës, për sallën e dasmave Boeing, për Hotel dhe Spa Bonita, për Telkos, për restorantin Beska në Prizren, si dhe për Onyx Spa në Pej që mundësuan këtë mbrëmje. Gjithashtu, tani është koha për jurin tonë profesionale që përbëhet nga Elife Podvorica, pedagoge solo këndimit, Selvete Krasniqi Ismaili, që është kompozitore, Edita Sopjani, këngëtare, dhe Roderika Ukeli, ish këngëtare për fëmijë, të bëjnë punën e tyre më të vështirë për sonte të zgjedhin këngët fituese. Për t'ju lënë hapësirë pak jurisë tonë për votat e tyre, unë dua të ftoj ish fituesen e çmimit të publikut të edicionit të kaluar të Kosova Festit, Era Sopjanin, me këngën Gjenerata Ime. E ftoj në skemë.
pjesën e të çmimeve, që është momenti i shumë mirë pritur i kësaj mbrëmje. Unë dua që të ndaj minjoje për çdo konkurent që kemi pasur sot këtu me ne dhe ka ndarë muzikën e tyre me ju. Dua të filloj me njëherë me minjojën e parë që do ndaj, që vjen nga Ajla Kastrati. Minjoja e radhës është Alea Berisha. Minjoja e radhës ndahet për Andra Makollin. Minjoja e radhës ndahet për Arja Bullatovcin. Minjoja e radhës ndahet për Armela Bullatovcin. Minjoja e radhës ndahet për Ajana Kurteshi. Minjoja e radhës ndahet për Anisa Sulejmanin. Minjoja e radhës ndahet për Ardian Krasniqin. Minjoja e radhës ndahet për Buna Zogjanin. Minjoja tjetër ndahet për Ela Shala. Minjoja e radhës ndahet për Jara Sopjani. Minjoja e radhës ndahet për Jara Gashin. Minjoja e radhës ndahet për Leila Regjepin. Minjoja e radhës ndahet për Leandra Shalën. Minjoja e radhës ndahet për Leona Sadikaj. Minjoja e radhës ndahet për Lea Makollin. Minjoja e radhës ndahet për Lea Bajramin. Minjoja e radhës ndahet për Lirika Qeta. Minjoja e radhës ndahet për Lisa Sadikaj. Minjoja e radhës ndahet për Martin Haziraj. Minjoja e radhës ndahet për Nina Dabinovcin. Minjoja e radhës ndahet për Noa Berishën. Minjoja e radhës ndahet për Reis Bellaqa. Minjoja e radhës ndahet për Suela Sulejmani. Minjoja e radhës ndahet për Tuana Elshani. Minjoja e radhës ndahet për Ujana Qeta. Minjoja e radhës ndahet për Dejana Gara.
gjithë këta fëmijë që sot ndanë muzikën e tyre me ne dhe u treguan kaq të guximshëm për të dalë këtu para publikut dhe për të shprehur talentin. Tani ftoj jurin që të votojmë për këngët e tyre të preferuara me pikë. Dhe i mirëpresim rezultatet. Përshëndetje, mirë mbrëma. Fillimisht e përgëzoj festivalin e 22 me sa e kuptova. Pastaj i përgëzoj prindërit shumë për angazhimin e tyre që fëmijët e tyre të mundsojnë një mbrëmje të paharruar, ta bëjnë gjithë këtë angazhim dhe gjithë këtë gatishmëri që ata të ndihen me një aktivitet shumë interesant dhe shumë emocional që mendoj që të ta harrojnë asnjëherë. Sa i përket zërave, unë për veten time secili do t'ja jepja pikët maksimale, mirë po festivali nuk bazohet vetëm në këndimin e bukur ose në zërin e bukur, aty janë disa komponente. Atëherë, Esma Aliu me 1 pikë, Tuana Elshani me 2 pikë, Ardian Krasniqi me 3 pikë, Ajana Kurteshi me 4, edhe Ujana Qeta me 5. Mirë mbrëma, më përshëndes edhe festivalit. Unë edhe që jemi caktuar si juri me vlerësu të gjithë këngëtarët, unë megjithatë i vlerësoj të gjithë janë të suksesshëm dhe fiktues. Edhe unë i uroj suksese të më të tjeshme këtyre fëmijëve të hareshëm, të cilët na argëtun këtë mbrëmje të paharruar. Tash përshkojmë pikët që i kam përcaktuar unë. 1 pikë shkon për Tuana Elshani. 2 pikë Lea Bajrami. 3 pikë Ajana Kurteshi. 4 pikë Esma Aliu. 5 pikë Ujana Qeta. Mirë mbrëma edhe nga ana ime. Unë mas pari du mi ju thonë këtë fëmijëve që ju jeni fitues, pavarësisht a keni ndonjë pikë apo jo nga ana jonë. Vetë pjesëmarrja juaj sonte tregon se sa të rëndësishëm dhe sa mirë që jeni pjesë e këtij festivali. Pa unë bërko po filloj edhe unë me pikët e mia. Me 1 pikë, kënga e 14, Nina Dabinovci. 2 pikë, Martin Haziraj, Magjistari. 3 pikë, Lisa Sadikaj. 4 pikë, Esma Aliu. Dhe 5 pikët e mia shkojnë për Lea Bajrami. Mirëmbrëma gjithëve. Masori është të të njëru fëmijët që kanë pas guximin për me dojtë së më të nëskengsh që bravo ju qoftë. 1 pikë prej meje shkojnë të Jara Sopjani me Edua Kosovën në Shqipërinë. 2 pikë për Esma Aliu, bota jonë. 3 pikë Tuana Elshani, babet të pushtar. 4 pikë Ardian Krasniqi, Besa dhe Mjasharit.
Dhe 5 pikë të mia shkojnë për Lea Bajramin e ka një shumë të bukur. Tani erdhi momenti i shumë pritur, momenti i ndarjes së çmimeve. Unë sapo erdha nga juria, të cilët kam vendosur të gjitha këngët që fitojnë çmimet e sotme, por dua që gjithashtu t'ju them edhe të gjithë konkurrentëve të tjerë, edhe nëse s'kan fituar çmime, që janë të mrekullueshëm dhe asnjëherë jo më pak të talentuar. Kështu që pa humbur kohë, dua të filloj me njëherë me çmimin e parë që do ndajmë sonte. Çmimi i parë që do ndajmë sonte është çmimi i tekstit më i mirë dhe juria ka vendosur që ky çmim të shkojë për Alfian Krasniqin me këngën Besa të Jasharit. Sukses i zamërërime. Çmimi i radhës që do të ndaj është çmimi i televizionit Turbo Channel. Ky çmim shkon për Tuana Elshanit, babit e mushtar. Sukses i zamër. Çmimi i radhës që do të ndajmë është çmimi i debutantit më i mirë. Ky çmim shkon për Andra dhe Lea Makollin me këngën Pranvera. Sukses i zamër. Çmimi i radhës që do të ndahet është çmimi Best Artist. Dhe ky çmim shkon për Rez Bellaqa me këngën Kosova Prime. Çmimi i radhës që do ta ndajmë është çmimi i paraqitjes më të mirë skenike. Dhe ky çmim shkon për Martin Haziraj me këngën Magjistari. Urime zamër suksese. Çmimi i radhës që do të ndajmë është çmimi i interpretimit më të mirë. Çmimi i interpretimit më të mirë shkon për Rejana Gara me këngën Fëmijët janë engjëj. Faleminderit. Çmimi i radhës që do ndajmë është çmimi i publikut. Çmimi i publikut shkon për Armela Bullakovci në Aventurë. Çmimi i radhës që do të ndajmë është çmimi i karrierës dhe ky çmim shkon për Ajana Kiteshi. Dhe tani çmimi i radhës që do të ndahet është çmimi i televizionit MTV Kosova dhe ky çmim shkon për Leila Rezepi. Dhe tani për 3 çmimet e para dhe kryesore të kësaj mbrëmje, unë dua
qenë diçka, dhe më nëtë se është e pamundur në mërë këtë një smimin, ka mundu me dhënë sa më shumë smimin visë. Mirë po, në vishë një si shme smimin, në nësirës, një kanë, slik të mirë, që shënë ka fëllë sënë që kanë përfëllën në zëkënisë. Pra, pa më dërko, dhe vazhdim një tri smimit kryesorë të festivalit, dhe kjo smimi i patë dhe ju, në lutimin dhe të dhejtë në trik, habilun, smimi trik, smimi trik, shkëm për Uljana Cvetaj, jemi të lukme, festivalit. Tabela, çmimi diyor. Tamam, Uljana kendi bir pik. Çmimi bir şampiyonu. İsmail'i uyum bu pik. Faleminderit shumë. Sukses, bravo. Edhe, siç të bine që thash, me 12 pik, e cila ka marrë më shumë të shkruga. Kam një shoqe të bukur. Po, e kam një shoqe të bukur, të cila ka shkruar për Lea Bajrami. Bravo, sukses, bravo. Sukses. Këndir shumë, po dhe një në përvekë bashkë, se një kanë qenë në këmushën shkënësër që një kanë një qësë në bëjë. Shumë njëri një kom krejtë, njërën tjetër kënë marrë dhe tjerë që një qësë kanë marrë. Flora
publikon